Lajmi për prishjet e shtëpive të tyre i ka shokuar banorët e rrugës Isuf Ferra në Durrës. Por siç pohojnë edhe vet, askush nga njësia administrative, bashkia apo deputetët nuk i ka informuar mbi arsyen pse do të prishin shtëpitë e tyre. Banorët kërkojnë shpronësime me vlerën e tregut ose sistemin nga ana e bashkisë. Banorët kërkojnë të ndigjet edhe në këtë rast që shpronësimi po bëhet për interes publik, por theksojnë se segmentet që preken ku ata banojnë në rrugën Isuf Ferra nuk ka interes publik. Segmenti që preket është rreth 400 metra rrugë, ndërtesa private që preken në mënyrë pa drejtë sepse nuk ka funksionalitet dhe nuk ka dobi për komunitetin, nuk sjell asnjë lloj të ardhure, nuk ka një interes legjitim nga shteti për interesin publik, në sensin që zona nuk paraqet asnjë lloj problematike sociale. Do me thënë, nëse ato konsiderojnë si favela dhe duan ta ndryshojnë për imazhin e zonës së Currilave, për rezidencat e reja që kanë hapur, nuk është faktike. Edhe problematika është që në rrugën Isuf Ferra, ku mbaron rruga Isuf Ferra, fillon rruga Sul Demiri. Dhe segmenti preket në mënyrë pak konsiderueshme dhe nuk ka një funksionalitet në mënyrën se si qarkullojnë mjetet. Problematika tjetër është çmimet që ato kanë vendosur janë çmimet pa konsiderueshme, sepse e para ndërtesat aty janë një sipërfaqe shumë të vogël. Përfitimi nga ana e njerëzve nuk ekziston ose më mirë është humbje në çdo aspekt mundshëm, sepse njerëzit në vite kanë investuar në shtëpiat e tyre, kanë bërë rikonstruksione, përmirësime, për shkak të jetesës edhe për të përmirësuar kushtet e tyre. Tuan na prishin shtëpitë. Njerëz na ka erdhur nga bashkia, kemi marrë vesh ka atyre që bëjnë matjet, edhe që tani kemi erdhur, kemi pyetur, plani është për të prishur, do bëhet thonë. Ne nuk duam, ne duam shpronësim, të na prishin shtëpi, të marrim shtëpi, të marrim shtëpinë. Këtë fillim jave, Këshilli Bashkiak ka miratuar vlerën e shpronësimit për prishjet në këtë zonë, e cila ka vlerën rreth 936 milion lekë. Në relacionin e parë, vlera e shpronësimeve ishte rreth 867 milion lekë. Por pas gabimit të mbledhje që ishte bërë nga grupi punës, suma u rrit me rreth 68.7 milion lekë.